Lutja, duaja, është prej adhurimeve më madhështore të cilat I kushtohen Allahu subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ad-du'a'u huwa al-ibada. Duaja, lutja është vetë adhurimi. Dhe pas kësaj fjale, citoj fjalen e Allahu subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Zoti ju I ka thënë lutuni mu në mënyrë që unë t'i përgjigjem ju, ata të cilët regohen me një mllaj ndaj adhurimit tem kanë me hyrë në xhehenem të poshtnuar. Allahu azza wa jall I ka urdhëruar njerëzit që t'i luten atij në shumë prej ajeteve të Kur'anit dhe ju ka premtuar që ka me ju përgjigj aty. Ai po ashtu I ka lavdëru profetët dhe po ashtu dhe familjet e tyre kur I luteshin atij, siç thot në lidhje me Zekerian alayhi salam, thot fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ne ju përgjigjëm atij Zekerias dhe I dhurum atij Yahya duke ja bë gruan të aftë për linje dhe me të vërtet që ata nxitonin për veprat e mira dhe na luteshin ne me shpresë dhe me frikë dhe ishin të përulur ndaj nesh. Allahu subhanahu wa ta'ala ashpron nesh me dijen e tij, me dëgjimin e tij, me shikimin e tij, me suksesin e tij dhe me ndihmën e tij kundrejt robit të tij dhe I përgjigjet lutjes të atyre që I luten atij. Në lidhje me këtë Allahu azza wa jall thotë në Kur'an: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Edhe kur robërit e mi të pyesin për mua Muhammed, thuju atyre që unë jam afër I përgjigjem lutjeve të atij që më lutet mua, falyastajibu li, le të përgjigjen thirrjes tame, wal yu'minu bi, dhe le të më besojnë mua, la'allahum yarshudun, në mënyrë që ata të jenë në rrugën e drejtë. Në lidhje me vlerën edhe me pozitën e duas, ka argumente të shumta qofshin ato nga Kur'ani, nga libri I Allahut azza wa jall, apo nga suneti I profetit sallallahu alaihi wasallam. Për tyne përmendim fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot adhurimi më I mirë është duaja, lutja. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam thot e vetmja gjë e cila e kthen caktimin e Allahut azza wa jall kaderin është lutja, duaja. Dhe vetmja gjë e cila I shton jetën njeriut është përkushtimi dhe bindja ndaj Allahut azza wa jall. Allahu I madhnuar ne na urdhon me ju lut atij me për ulje, veçanërisht në rastet e fatkeqësive, në rastet e sprovave dhe të belave që na bine. Dhe na tregon ne se askush tjetër nuk I përgjigjet nevojtarit dhe nuk ja largon atij hallin, problemin apo brengën e tij, si thot Allahu azza wa jall: amma yujibu al-muttarra idha da'ah. A ka më të mirë se sa ai I cili vjen në ndihmë nevojtarit kur I lutet atij e që ja largon atij të keqen. Allahu subhanahu wa ta'ala I qorton ata të cilët nuk dojnë edhe nuk preferojnë që më lut atij në raste fatkeqësish, vështirësish apo smundjesh, duke thënë në librin e Allahut azza wa jall: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. Sa herë që çonim të dërguam në ndonjë popull, në ndonjë vend banim, ne I dënonim banorët e tij me skamje dhe smundje në mënyrë që të përuleshin. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thot: Allahu azza wa jall zemërohet me atë I cili nuk I lutet atij. E krejt kjo është prej mëshirës së Allahut subhanahu wa ta'ala, sepse Allahu azza wa jall nuk ka nevojë që na më lut atij, porse na kena nevojë që më lut Allahut azza wa jall, qofshin ato nevoja të kësaj bote apo të botës tjetër. Në lidhje me këtë Allahu azza wa jall na thot në një hadith qudsi, thot: o robërit e mi, të gjithë ju jeni të humbur përveç atyre të cilët unë I kam udhëzuar, prandaj më kërkoni udhëzim në mënyrë që t'ju udhëzoj ju. O robërit e mi, të gjithë ju jeni të uritur përveç atyre që
unë i ushqej ata, prandaj më kërkoni ushqim që t'ju ushqej. O robrit e mi, të gjithë ju jeni të zhveshur, përveç atij që unë e veshja atje, prandaj më kërkoni veshje që t'ju veshi ju. O robrit e mi, thot Allahu Azza wa Jall, me të vërtetë që ju bani gabime ditën edhe natën, ndërsa unë i fali të gjitha gjunahet, prandaj më kërkoni falje që t'ju fal. E përgjigja e lutjes ka disa kushte, në mënyrë që të përmbushen dhe të na përgjigjet Allahu Azza wa Jall lutjes tonë. Dhe në anën tjetër ka dhe pengesa, siç ka kushte ka dhe pengesa të cilat bëhen shkak që mos me na u përgjigj Allahu Azza wa Jall lutjeve tona. Një prej pengesave të përgjigjes së duas është që robi mos me u kujdes në lidhje me zbatimin e urdhave të Allahut Azza wa Jall dhe mos me qëndru në caqet të Allahut subhanahu wa ta'ala, duke kryer vazhdimisht gjunahe. Në këtë mënyrë njeriu largohet dhe i ndërpret lidhjet me Allahun subhanahu wa ta'ala dhe e meriton që në momentin që vjen në vështirësi, Allahu Azza wa Jall mos më ju përgjigj atij njeri. Ashtu siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allahi fi ar-rakha'i ya'rifka fi shidda. Njihe Allahun Azza wa Jall në rehati, në mënyrë që Allahu Azza wa Jall të përgjigjet ty dhe të njoft ty në gjendjen e vështirësisë. Në hadith kutsi po ashtu Allahu Azza wa Jall thot, robi jem nuk më afrohet mu me diçka më të dashur për mua se sa veprat e detyrueshme. Më pas robi jem vazhdon të më afrohet mu me vepra nafile, me vepra vullnetare, me vepra të pëlqyeshme derisa unë ta dua atë. Kur ta du unë atë, atëherë bëhen veshjet time të cilin ai dëgjon, bëhem syni time të cilin ai i shef, bëhem dora time të cilin ai godet dhe kamba me të cilën ai ecë. Në qovë sa i me kërkon mu diçka, unë kam ja dhënë atë, në qovë sa i me kërkon mbrojtje mu, unë kam për ta mbrojt atë, thot Allahu Azza wa Jall. Prandaj, ai i cili vepron kundrejt Allahut Azza wa Jall me frikë dhe respekt, me përulje në kohën e rehatis, ka mu u trajtu prej Allahut Azza wa Jall me ndihmë dhe përkrahje në kohën e vështirësisë. Për pengesave të tjera, po ashtu, është edhe me e hangër, me e pi dhe me e vesh haramin. Profeti sallallahu alaihi wasallam na tregon për një njeri, për një burr me flokë të shprishur dhe të pluhunosur. Në një udhtim të gjatë dhe i zgjat duart nga qielli, i thot o Zot. Ndërkohë që thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ushqimin e ka haram, pijen e ka haram, është ushqim e haram, e si mund t'i përgjigjet Allahu Azza wa Jall këtij person. Po ashtu për pengesave është që njeriu me ju lut Allahut Azza wa Jall me zemër të pavëmendshme, mos me pas mendjen kur i lutet Allahut subhanahu wa ta'ala. E tregon profeti sallallahu alaihi wasallam duke thënë, lutuni Allahut duke qenë të sigurt për përgjigjen e tij. Dhe dijeni se Allahu nuk i përgjigjet një zemër të shkujdesur e të pavëmendshme. Po ashtu është edhe braktisja e urdhënimit për të mirë dhe e ndalimit nga e keqja. E tregon profeti sallallahu alaihi wasallam duke thënë, betohem për atë të cilin ka në dorën e tij shpirtin tim. Ju duhet të urdhëroni për të mirë dhe të ndaloni nga e keqja. Përndryshe Allahu me siguri që ka me ju çuju ndëshkim nga ai dhe pastaj keni më lut, edhe nuk ka më përgjigj. Ibn al-Qayyimi, Allahu mëshiroft, kur flet për duan, kur flet për lutjen, thot që duaja është ilaçi më i mirë. Ajo është armikja e vështirësive, i largon ato dhe bëhet shkak që me i shëru ato. E parandalon ardhjen e tyne, ose i heq, ose i lehtëson kur ato vinë. E duaja është arma e besimtarit. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë që duaja është e dobishme për ato vështirësi që kanë ardhur dhe për ato vështirësi që nuk kanë ardhur akoma hala. Prandaj bëni vazhdimisht dua o robër të Allah. Për pengesave të tjera po ashtu është nxitimi. Me kanë ngushur njeriu në plotësimin e duas, në realizimin e duas. Lutet 2-3 herë, edhe thot unë ju luta Allahut Azza wa Jall dhe nuk mu përgjigj. Kjo gjë bëhet shkak që mos më ju pranua ti lutja, duaja. E për këtë profeti sallallahu alaihi wasallam thotë që njeriu do t'i pranohet lutja deri në atë moment në të cilin lutet për ndonjë gjuna,
ose për shkëputje të lidhjeve farefisnore, e kjo në rastin kur ai nuk nxitohet në realizimin e duas, pra nuk mundet për me plotësu atij duaja. Prej pengesave të tjera, po ashtu është që muslimani mu lut që me arrit një gjuna, me shkel një cak të Allahut Azza wa Jall. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë që nuk ka ndonjë musliman i cili lutet për diçka, vetëm se Allahu ka më plotësu atij kërkesën e tij, ose ka më ja largu diçka të keqe të barabartë me atë kërkesë. E kjo deri në atë moment kur ai lutet për ndonjë gjuna apo për shkëputje të lidhjeve farefisnore, ndërsa një transmetim tjetër thotë ose i harron shpërblimin i cili është i barabartë me kërkesën e tij pra në ditën e gjykimit, me shpërblimin e duas së tij në ditën e gjykimit. Pra, duaja është prej adhurimeve më të mëdha. Me braktis duan tregon menjëmasi, tregon gurtësim të zemrës. Shpërfillit e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe shkak për shkaqeve të futjes në xhenem. Allah subhanahu wa ta'ala, siç e përmendën në ajetin përpara, thotë wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Zoti ju ka thënë mu lutni mua në mënyrën që unë t'ju përgjigjem, ju thotë innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Me vërtetë që ata të cilët reagohen në një lloj kundrejt adhurimit tem kanë me hyrë në xhenem të poshtnuar. Gvana tjetër, duaja bëhet shkak që më fut njeriu në xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Kushtet Allahu subhanahu wa ta'ala për banorët e xhenetit thot në lidhje me ta: "Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu 'alayna wa waqana 'adhab as-samum inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim." Ata do të afrohen, pra besimtarët kanë më afruar me një tjetrin, thot Allahu Azza wa Jall, duke biseduar me një tjetrin dhe duke thënë më parë na kena pas frikë Allahun Azza wa Jall në familjet tona, pra kena pas frikë nga gjykimi i Allahut Azza wa Jall, përse ai na ka udhëruar në mëshirë dhe na ka ruajtur nga era përshruese e zjarrit, e thot na përpara i jena lut atij dhe me të vërtetë që ai është bamirës dhe mëshirë plot. Prandaj muslimani gjithmonë duhet i lutet vetëm Allahut Azza wa Jall. Sepse në vetvete duaja, lutja është adhurim. Asi thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë ad-du'a huwa al-ibada. Duaja, lutja është vetë adhurimi. Edhe ky adhurim, si çdo adhurim tjetër, duhet i atribuohet, duhet i kushtohet vetëm Allahut Azza wa Jall. Sepse ai person i cili i atribon, i kushton një adhurim dikujt tjetër veç Allahut Azza wa Jall, quhet mushrik, quhet person i cili ka shoqëruar Allahut Azza wa Jall shok në adhurim dhe bëhet shkak që me dalë për rrethit të Islamit. Muslimani mbështetjen e tij nuk e ka te krijesa, por e ka te krijuesi. Nuk e ka as te meleku, nuk e ka as te pejgamberi, nuk e ka as te guri, as te druni. Deri te profeti sallallahu alaihi wasallam mbështetjen nuk e ka tek ai. Edhe pse është krijesa më e mirë dhe më e dashur në Allahut Azza wa Jall, por se zemra e tij lidhet ngushtë me Allahun subhanahu wa ta'ala. Ashtu siç ja mësoi Ibn Abbasit radhiyallahu anhuma, profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Ya ghulam inni u'allimuka kalimat." O djalosh, unë po të mësoj ty disa fjalë, thot. Ruj ihfazillaha yahfaz. Ruj Allahun, ruj fenë Allahut, ruj kufit Allahut, sa çat Allahut, Allahu ka me ruj ty. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Ruj Allahun, ne kemi gjid Allahun Azza wa Jall para teje. Idha sa'alta fas'alillah. Kur të kërkosh, kërkoj Allahut Azza wa Jall. Wa idha ista'anta fasta'in billah. Edhe kur kërkosh ndihmë, kërkoj Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe vazhdon e thotë o dije sikur i gjithë ummeti, nëse dojnë me të bëjë ty një të mirë, nuk kanë më arrit me ta bëjë ty atë mirë vetëm nëse don Allahu Azza wa Jall. Edhe dije nëse të gjithë ummeti mbledhet ty me të bëjë një dëm, nuk kanë më arrit me ta bëjë ty atë keqe vetëm nëse do ka shkruar Allahu Azza wa Jall. Qad rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Janë ngrit lapsat dhe janë tha letrat. Pra, është caktuar. Kaderi ka kryer caktimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. E prandaj njëri duhet më lut sa më shumë Allahut Azza wa Jall. Me sinqeritet, më lut vetëm atij as kujt tjetër, qofshin këto të mira të kësaj bote apo të botës tjetër. Dhe për pikave që ja vlen mucekar se shpërblimi i duas, apo ajo dua që e bën njëri nuk hub asnjëherë, nuk shkon dëm asnjëherë. Edhe sidomos kjo ka të bëjnë me ato personat që muten në dua.
dojnë përgjigjen e shpejt, që më përgjigj Allahu Azza wa Jalla sa më shpejt. Allahu subhanahu wa ta'ala kur njeriu i lutet, ose ka më përgjigj në këtë botë, ka më përgjigj lutjes që për të cilën ashtu lutet ai person, ose ka me largu një fatkeqësi të barabartë me atë lutje që ai ka bë, ose ka me harruar shpërblimin e kësaj lutjeje për në ditën e gjykimit. Në lidhje me këtë Ibn al-Jauzi, Allahu mëshiroft, një prej dietarëve të Islamit, thotë se cilit musliman të cilit lutet Allahu Azza wa Jall ka për t'ju përgjigj atij. Pra, domosdoshmë nëse lutet ka më ardh përgjigje, kurse kjo përgjigje vjen në disa forma. Edhe i përmend këto forma thotë, ose ka për t'ja plotësuar kërkesën e tij, ose ka për t'ja vonu përgjigjen, ose ka më harruar shpërblimin e asaj lutjeje për në ditën e gjykimit. E thotë, kur ta shoh njeriu se ato lutje që janë plotësuar, nuk ka më pas shpërblim për ta, pra ka ka kryer ato lutje. Thotë edhe ka më pas ato lutje për të cilat nuk ka marrë përgjigje, ka më pas shpërblimin që Allahu Azza wa Jall ka përgatitur për këto lutje në ditën e gjykimit, pa më thënë sikur të mos më ishte pranuar asnjë dua, asnjë lutje pra në dynja, duke pa për shpërblimin që Allahu Azza wa Jall ka përgatitur për lutjet që ai ka bërë në këtë dynja. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Gjëmatin e rrugë, pranimi i duas, ka disa shkaqe, ka disa faktorë, që nëse njeriu mundohet me i bë bashkë, i bën bashkë, i plotëson këto faktorë, shkaqe, edhe duaja e tij është më e pranueshme tek Allahu Azza wa Jall. Ibn al-Qayyim Allahu mëshiroft, i ka thënë këto shkaqe dhe i ka bashkuar me kohën e plotësimit të duas. Edhe sot, në lidhje me këtë, nëse me lutjen bashkohet prania e plotë e zemrës, dhe kjo qëllon në një nga 6 kohët e përgjigjes së duas, të cilat janë 1/3 e fundit të natës, koha kur thirret ezani, koha mes ezanit dhe ikametit, koha në fund të namazeve farze, koha kur hyp imami në minber në ditën e xhumë, dhe deri kur të mbarojë namazi i xhumës, dhe po ashtu edhe koha e masditës së ditës së xhumë, pra deri kur perëndon dielli. E më nëjë vazhdon duke thënë nëse njeriu e ban duan me zemër të për ullun e të dorëzuar para Allahut subhanahu wa ta'ala, të nënshtruar dhe të zbutun, nëse bëhet duke u kthyer nga kibla dhe duke qenë me abdes, dhe duke i ngrit po ashtu dur drejt Allahut Azza wa Jall, dhe pastaj fillon duke lavdëruar dhe falendëruar Allahun Azza wa Jall, dhe vazhdon me lutje për lavdërime dhe bekime për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, robën dhe të dërgumin e tij. Dhe nëse tana këto paraprihen nga dhënia e një lëmoshe, e një sadakaje, atëherë kjo dua është pothuajse e sigurt se nuk ka me u refuzu. Dhe sidomos nëse vazhdon e thot, ajo përmban disa lutje për të cilat profeti sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se ato plotësohen, ose nëse përmajnë po ashtu emrin më të madh të Allah. Pra këtu Ibn al-Qayyim jep shumë prej faktorëve, shumë prej shkaqeve për të pranuar duaja, lutja e besimtarit. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ne ka thënë që momenti më i afërt mes robit dhe Zotit të tij është kur ai bën sejdë, prandaj lutuni sa më shumë për ku t'jeni në xhenje. Po ashtu ka thënë që lutja mes ezanit dhe ikametit është e pranuar. Po ashtu ka thënë që do lutje nuk thehen mbrapsht, janë të pranuar, ose rrallë ndodh që mos me u pranu. Lutja në kohën e ezanit, pra mos i mbaron ezani, ose dhe gjithashtu lutja gjatë betejës në luftë. Po ashtu për lutjet e pranuara është duaja në mungesë për muslimanin që nuk është aty. Kur muslimani bën dua për vllajën e vet musliman, Allahu subhanahu wa taala bën shkak që mu pranu kjo lutje. Dhe për këtë na tregon profeti sallallahu alaihi wasallam duke na thënë, lutja muslimanit për vllajën e vet i cili nuk është aty është e pranuar mbi kokën e tij, që mbi kokën e atij që lutet qëndron një melek, detyra të cilit është që sa herë që muslimani i lutet për mirë për vllajën e vet, i cili nuk është prezent, meleku thot: o Allah, përgjigju lutjes dhe për ty pra që po lutet qoftë po ashtu.
Duaja është çlirim prej vështirësive, është ndihmë për nevojtarin, është mbështetje kundër armiqve. Prandaj muslimani shton duat, lutjet për veten e tij, për familjen e tij, për vëllezërit e tij musliman kudo që janë dhe për secilin që ja dhan të mirën. Dhe po ashtu duhet të dina që ndër pikat e veçanta është lutja e atij që i është bë pa drejtësi, kundrejt atij zullumçarit, është e pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Është qoftë ajo edhe mosbesimtar, musliman apo jo musliman. Në lidhje me këtë profeti sallallahu alaihi wasallam kur e çoi Muadh ibn Jabelin e çoi në Yemen me i mësue njerëzve. Edhe i dha disa pika kryesore mbi të cilët më u bazu. Ndër këto pika kryesore tha wattaqi da'wat al-mazlum. Ruhu dua së lutjes së atij që i bëhet zullum. Fa innahu laysa bainaha wa bain Allahi hijab. Sepse me të vërtetë që nuk ka mes saj edhe mes Allahut azza wa jall nuk ka pengesë. Pra është një lutje e pranuar. Po ashtu zullumi, siç na tregon profeti sallallahu alaihi wasallam, thotë adh-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah, pa drejtësia është errësi në ditën e gjykimit. Disa dispozita po ashtu të cilat lidhen me duan, është që lutjet është e mira me kënë sa më gjithëpërfshirëse, sa më të përmbledhura. Dhe na tregon Aisha radhiyallahu anha se lutjet e profetit sallallahu alaihi wasallam ishin gjithëpërfshirëse. Preferonte profeti sallallahu alaihi wasallam lutjet të cilat përmbanin shumë kuptime edhe i linte lutjet e tjera. Po ashtu është një duguri e cila është përhap në mesin e shumë familjeve muslimane dhe jo vetëm. Duaja kundra fëmijëve apo kundra pasunisë, sidomos kundra fëmijëve, lutja, namja, është një pikë për të cilën profeti sallallahu alaihi wasallam na ka tërhequr vëmendjen. Ashtu si thot mos u lutni, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Mos u lutni kundra fëmijëve tuaj. E as kundra pasunive tuaja, sepse mund të ndodhë që lutja juaj të përputhet me kohën në të cilën Allahu i përgjigjet kërkesave tuaja e mund ta pranojë lutjen tuaj. Po ashtu pika e fundit që kena me cek është që muslimani kur lutet është i vendosur. Dhe nuk e përdor fjalën inshallah, dhe është e përhapur shumë ajo fjala që Allahu e realizoft këtë inshallah, ose Allahu mundsoft këtë inshallah. Inshallah do të thotë nëse don Allahu, përse kjo është futja kësaj shprehje në mesin e duas, e bën duan e dot, e bën duan jo të fuqishme, e bën muslimanin jo të vendosur në lutjen që bën. E pikërisht për këtë gjë profeti sallallahu alaihi wasallam na ka tërhequr vëmendjen që mos me bëhet dua lutje me inshallah, duke thënë nëse dikush për ju lutet për profetin alaihi salam, atëherë të mos thoj o Allah më fal nëse don, më furnizon nëse don, por se le të jetë i vendosur në kërkesën e tij. Pra duke qenë bindur në përgjigjen e Allahut azza wa jall, sepse me të vërtetë që Allahu realizon çdo gjë që ai dëshiron, e nuk mundet me e obligu Allahun azza wa jall kush me vepru çfarë ai nuk don.